Në Vlorë do të zhvillohen për të tretin vit radhës i gjysmëfinalet dhe finalja e madhe e Ligës Unike në basketbol për femra, gjithçka me mbështetjen e Bashkisë së Vlorës, e cila ka mundësuar që ky kompeticion i rëndësishëm me skuadrave shqiptare dhe kosovare të mbahet në Vlorë. Ndeshja mes Flamurtarit dhe Bashkimit do të vendosë se cila nga dy ekipe do të shkojë në finalen e madhe, ndërsa në Pallatin e Sportit Flamurtari takimi do të luhet ditën e martë, ku vajzat vlonjate kërkojnë fitoren për të qenë vetëm një hap larg finales së madhe, e cila do të shpallë edhe ekipin kampion të Ligës Unike. Gjatë një interviste të dhënë këtë të hënë për televizionin 6+ nga Vlora, shefja e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, shpreh emocionuar që ky aktivitet vjen përsëri në Vlorë. Për herë të tretë radhazi, Liga Unike Final Four zhvillohet në Vlorë. Në kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë dhe nën kryetarit të sporteve, është bërë e mundur që gjithë organizimi të bëhet në Vlorë. Është një Final Four i vështirë. Marrin pjesë 4 skuadra, Flamurtari, Partizani, Bashkimi dhe Peja. Është një garë shumë e vështirë. Ndryshe nga vitet e tjera, ekipet janë shumë të forta. Ekipi Flamurtarit vjen i stërvitur, i forcuar. Mendoj që do bëjnë më të mirën. Po unë dua si asnjëherë, Pallati i Sportit të mbushet me sportdarësit vlonjat që të vinë të mbështesin ekipin e Flamurtarit. Të vinë të mbështesin vajzat, të vinë të mbështesin fanellën e Flamurtarit. Dhe dal nga dal, ky Pallat Sporti të rikthehet, siç ka qenë në vitet e kaluara, që Pallati i Sportit ishte i mbushur plot me tifoza, ishte me njerëz që donin basketbollin. Pse jo ta çojmë këtë ekip nga gjysmëfinalja në finale? Edhe pse e cilëson një sfidë të vështirë, Hasanaj thekson se Flamurtari synon edhe Ligën Unike, aq më tepër që luhet në Vlorë. Unë e thash edhe pak më lartë, është e vështirë, ekipet janë shumë të forta. Me Bashkimin kemi humbur 2 herë, jo me shumë pikë, njërë me 10 pikë, njërë me 4 pikë. Por ai është top. Kush do luaj me më shumë kujdes, mendoj që ai do fitoj. Flamurtari kërkon mbështetjen e lojtarit të gjashtë që është arma më e fortë në këtë përballje kaq të vështirë, që do të ketë në ndeshjen gjysmëfinale me Bashkimin e Kosovës. Në këto kushte, vajzat vlonjate kërkojnë që tifozët jenë sa më të shumtë në shkallët e Pallatit të Sportit Flamurtari për të shijuar jo vetëm lojën, por edhe këtë event që vjen përsëri në Vlorë, duke i dhënë kështu rëndësi klubit Shumë Sportësh Flamurtari, por edhe vetë Bashkisë së Vlorës. 4 skuadra do të përballen për titullin kampion në Ligën Unike, që shënon edhe fundin e këtij edicioni, ku morën pjesë 6 skuadra, 3 nga Kosova e 3 nga Shqipëria, derisa 4 u kualifikuan në play-off. Ndeshja mes Flamurtarit dhe Bashkimit do të luhet ditën e martë në orën 18 në Pallatin e Sportit Flamurtari, ndërsa në orën 20:30 do të luhet ndeshja Peja Partizani, teksa të njëjtën do të luhet takimi për vendin e tretë në orën 16 dhe finale e madhe në orën 18:30.